Piu lëng turshie çdo ditë dhe papritmas ndjeu diçka që habiti nga ajo që i ndodhi. Ka të dhëna se lëngu i turshive është një recetë shumë e mirë kundër një sër komplikacionesh. Ky problem mund të shkaktohet edhe nga shqetësimet që mund të ndjeni. Lëngu i turshive është një mënyrë shumë e mirë për të marrë laktobacile, baktere të shëndetshme për stomaku që gjenden në mënyrë natyrale te lëngu i kastravecave turshi. Por në rastin e kastravecit, lëngu i turshive industriale nuk ka probiotik, sepse këto bakterje zhduken gjatë përpunimit dhe fermentimit. Ndaj këshillohet të konsumoni lëngun e turshive të bëra vetë në kushte shtëpie dhe kurse si ato të përgatitura dhe të përpunuara të blera nëpër dyqane. Uthulla është një përbërës kryesor i turshive. Megjithatë, duhet të keni kujdesin dhe të mos e konsumoni në sasi të mëdha, pasi mund të përkeçojë probleme të urthit dhe të refluksit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Turshit përmbajnë antioksidant. Lëngu i turshive ka sasi të lartë të vitaminës C dhe të vitaminës E, që janë antioksidant të shkëlqyer. Antioksidantët e mbrojnë organizmin nga qelizat e dëmshme ose si njihen ndryshe radikalet e lira. Secili prej nesh është i ekspozuar ndaj radikaleve të lira, ndaj një dietë e pasur me antioksidant gjithmonë është një ide e mirë. Gjithashtu vitamina C dhe vitamina E forcojnë imunitetin dhe luajnë një rol fantastik për organizmin. Ndihmon në rënien e niveleve të sheqerit në gjak. Një studim i publikuar në revistën për kërkime shkencore për diabetin, të cilët i referohemi, hodhi më shumë dritë mbi të mirat që vijnë nga konsumi i dozave të vogla të uthullës së mollës përpara vakteve. Studimi tregoi se uthulla dhe lëngu i turshive ndihmonin në rregullimin e luhatjeve të sheqerit pas vakteve, te njerëzit që kishin këto shqetësime. Sa më i ekuilibruar të jetë niveli i sheqernave, aq më e shëndetshme mund të jetë, por nuk bëhet fjala për kurimin, por për një lehtësim, sidomos te njerëzit që kanë luhatje të shpeshta të sheqerit pas ushqimit. Lëngu i turshive do të ndihmojë edhe me tretjen. Uthulla të lëngu i turshive ndihmon me tretjen. Ushqimet e fermentuara janë të mira për sistemin tretës sepse inkurajojnë rritjen dhe zhvillimin e bakterieve të mira në stomak. Nëse jeni në kërkim të një recete krejt natyrale për urthin kronik, rekomandohen këto hapa. Konsumoni racione të vogla gjatë vakteve, konsumoni ushqime të shëndetshme për zemrën me pak yndyrë, kryeni aktivitete të rregullta fizike. Nëse jeni mbi peshë, përpiquni të humbisni kilogramet e tepërt. Nëse jeni nën peshë, përpiquni të shtoni në peshë. Shmangni duhanin, alkoolin, ushqimet me yndyrë, kafeinën ose qepët e freskëta. Mos kryeni aktivitet fizik menjëherë pas ngrënies. Të gjitha hapat e mësipër mund ndihmojnë në zbutjen e simptomave të urthit. Sipas të dhënave, ushqimet e shpejta dhe të përpunuara, veçanërisht ato të ëmbla, përkeqësojnë simptomat e urthit. Hani disa vakte gjatë ditës me perime, supë, oriz, peshk ose mish pule. Hiqni dorë nga ushqimet pikante dhe nga kafeina. Është e rëndësishme të konsultoheni me ekspertin për çdo ndryshim që mund të bëni, sidomos kur vuani nga këto shqetësime. Që në kohët antike, kastravecat janë përdorur edhe si një vakt ideal për t'i ardhur në ndihmë organizmit edhe në lehtësimin e një sër shqetësimeve. Kjo sasi në të njëjtën kohë mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë për shëndetin. Sipas ekspertëve të Healthline, konsumi i kastravecave, kryesisht atyre të freskët dhe turshi në dietën tuaj, do të jenë një mburojë e veçantë e shëndetit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Fjestinat të pranishme dhe kastravecat janë identifikuar për rëndësinë e tyre edhe sidomos për shëndetin e mirë të trurit dhe jo vetëm. Kastravecët përmbajnë nivele shumë të mira të fosforit. Mungesa e fosforit lidhet me riskun në rritje të problemeve të njohjes. Pra, ngrënia e kastravecave patjetër që do ta mbajë trurin më të mprehtë dhe më të përqendruar. Kastravecat do ju ndihmojnë gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Ndaj, përfshirja e tyre në dietën tuaj do të cilësohet nga ekspertët një zgjedhje shumë e mirë ushqyese. Kastravecët mund t'ju ndihmojnë të jeni më të ngopur dhe të lehtësoni humbjen e kilogramëve të tepërt. Përqindja e lartë e ujit te kastravecat ju ndihmon që të ngopeni më shpejt, duke kontrolluar kështu ngrënien e shpeshtë të ushqimeve jo cilësore. Kastravecat nuk përmbajnë yndyrna dhe nuk kanë edhe shumë kalori, prandaj janë një zgjedhje e shkëlqyer për çdo që përpiqet të humbas kilogramet e tepërt.
Kastravecët do të reduktojnë riskun e problemeve të radikaleve të lira dhe do të përmirësojë shëndetin tuaj. Fistin, një flavonoid i gjetur kryesisht te kastravecët sipas ekspertëve, është një zgjidhje anti-inflamatore e cila mund të lehtësojë komplikacionet tuaja të tretjes dhe të sjellë gjithashtu rezultate të shumëpritura në këtë aspekt. Përfshirja e kastravecave në dietën tuaj do të cilësohet sipas ekspertëve një zgjedhje mjaft e mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Tretja juaj do të përmirësohet falë konsumit të kastravecave. Kastravecat përmbajnë fiber dietike në sasi të mirë të ujit, të cilat ndihmojnë edhe me sistemin tuaj tretës. Vitaminat e kastraveca do të ndihmojnë gjithashtu për të përmirësuar funksionet më të mira të tretjes. Konsumi i kastravecave çdo ditë mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në lehtësimin e lëvizjeve të zorëve dhe komplikacionet e vazhdueshme të tyre. Trupi do të marrë një hidratim shtesë me konsumin e kastravecave. Rreth 95% e kastravecit përbëhet nga uji, kështu që ngrënia e tij çdo ditë mund të përmirësojë nivelet tona të hidratimit në trup, i cili nga ana tjetër ndikon në shëndetin tuaj në një mënyrë pozitive. Nëse jeni një person që harroni të pini ujë, atëherë konsumi një kastraveci çdo ditë mund të jetë një truk i mirëfillt për anën tuaj. Lëkura juaj do të jetë më e butë dhe më e shëndetshme me konsumin e kastravecave. Kastravecët mbajnë trupin të hidratuar, që është shumë e dobishme për lëkurën. Për më tepër, ato përmbajnë vitaminën B si niacin, riboflavin së bashku me vitamina C, zinkun, të cilat janë thelbësore për mbajtjen e lëkurës të pastër. Kastravecët gjithashtu përmbajnë kefin, i cili lufton acarimet dhe inflamacionet e lëkurës. Lëndët ushqyese të kastravecave ndihmojnë për të luftuar shenjat e plakjes në lëkurë. Por cilësia e flavonoideve që gjenden te kastravecat është vërtet e lartë. Vitamina B e pranishme te kastraveci është shumë e dobishme për lëkurën e kokës dhe shëndetin tuaj të flokëve. Biotin, riboflavin, niacin dhe vitamina B5, gjithashtu edhe vitamina B6 dhe vitamina C janë ato që kanë një rol shumë të rëndësishëm edhe për rritjen e flokut të shëndetshëm. Ato gjithashtu do të parandalojnë humbjen e parakohshme të flokut dhe do t'i japin rezultate fantastike në mbrojtjen e tij dhe në parandalimin e krijimit të thinjave. Shëndeti juaj kardiovaskular do të përmirësohet ndjeshëm me konsumin e kastravecave. Kastravecat përmbajnë nivele të larta të kaliumit, të magnezit, të vitaminës K. Këto lëndë janë ushqyese të rëndësishme për funksionin e duhur të sistemit kardiovaskular në gjendjen tuaj. Vitamina K te kastravecat shërben si një faktor jetësor për mpiksjen e gjakut dhe rregullimin e niveleve të kalciumit në gjak. Nivelet e ulta të magnezit dhe kaliumit janë lidhur me presionin e lartë të gjakut. Konsumi i rregullt i kastravecave ul nivelin e kolesterolit të keq gjithashtu në trupin tuaj. Nivelet e sheqerit në gjak do të kontrollohen më mirë me përfshirjen e kastravecit në dietën e rregullt. Kastravecët përmbajnë gjithashtu edhe një gamë të gjerë të fenolikëve, flavonoideve dhe elementëve të ndryshëm ushqyes, të cilat do t'i japin një mbrojtje më të mirë të organizmit edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sipas studimeve, marrja e shtuar e kastravecave është premtuese për kontrollin e luhatjeve të sheqerit, por një zgjidhje shumë e mirë për t'u përfshirë në dietën tuaj është kastraveci i friskët, i cili do ju ofrojë një ngopje më të shpejtë dhe hidratim më të mirë të trupit. Ndaj, konsumi i tij me moderim dhe brenda normës së lejuar do të jetë një zgjidhje shumë e mirë. Kastraveci do të parandalojë erën e keqe të gojës. Thjesht preni copat e kastravecit, i përtypni ato dhe i mbani në gojë për disa minuta. Për shkak se kastraveci ka veti antibakteriale, do të largojë erën e keqe të gojës dhe do të ofrojë një aromë më të mirë. Kastravecat përmbajnë një përqindje të lartë të vitaminës B, e cila është shumë e rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore dhe jo vetëm. Ndaj, përfshirja e tyre në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer në betejën kundër këtyre komplikacioneve, citon Healthyside. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose t'i ofrojnë edhe ndryshime të shëndetit të përgjithshëm. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.